Zoti Daudim, në marrëdhënie me Perëndimin, si reflektojnë edhe ndryshimet në qeverinë e Iranit? Po tani kemi një qeveri të re në Iran, kur filloi lufta në Gaza dhe në Liban, kishim një qeveri më konservatore. Ata din të rezistojnë kundër SBA-s, mirë po kjo qeveria e re që është sot në Iran, konsiderohet më reformatore, dhe ata do të kishin dashur që të shuhet ky konflikt dhe të kenë një bashkëpunim me SBA-n, po jo vetëm me SBA-n, edhe me Unionin Evropian, apo në përgjithësi me Perëndimin. Ata besojnë që nëse ka paqe në mes tyre, kuptohet që ekonomia e Iranit do të zhvillohet. Mirë po si duket, kjo qeveri nuk ka mbështetje, sidomos te parlamenti i Iranit, të cilët janë konservator, dhe sidomos te lideri suprem, Khamenei, i cili don të vazhdoj rrugën e rezistencës, të dalë në ndihmë atyre grupeve që rezistojnë Izraelit, dhe kuptohet që Perëndimi do të kishte dashur që të gjithë në Iran të mendojnë si kjo qeveri me në krye të Pezeshkian. Mirë po Pezeshkian mbas situatës që u ashpërsua në Liban, edhe ai nuk ka mundësi më që të mbajë një politikë më paqësore me SBA-n, dhe si duket tani edhe qeveria e re e Iranit është në një vijim me politikën e liderit suprem, dhe ata janë të gatshëm që të rezistojnë Izraelit dhe SBA-s, dhe si dëshmi më e mirë ishte që para 10 ditëve apo 2 javëve, më 1 tetor 2024, Irani e ndërmori atë veprim kundër Izraelit.